Në shtëpinë e Big Brother Kosova, çdo ditë është një kombinim i emocioneve, sfidave dhe situatave të paparashikueshme. Por ndonjëherë, edhe momentet më të thjeshta mund të kthehen në episode dramatike që mbeten në mendjen e banorëve dhe të publikut. Një nga këto momente ka qenë rënia e Elionës, e cila tregoi se jeta brenda shtëpisë nuk është vetëm strategji dhe lojë psikologjike, por edhe kujdesi fizik ka rëndësi. Ngjarja ndodhi një pasdite, ndërsa banorët po kalonin kohën në sallonin kryesor. Eliona, e lodhur nga diskutimet dhe aktivitetet e ditës, vendosi të ulej në një koltuk. Ai koltuk, megjithatë, nuk ishte vendosur në mënyrë të qëndrueshme. Dhe në momentin që ajo u ul, ai u kthye papritur prapa, duke humbur ekuilibrin. Një çast i shkurtër ishte i mjaftueshëm që Eliona të rrëzohej dhe të përplasej në tokë, e gjithë shtëpia u ndes nga shqetësimi. Banorët u afruan menjëherë për të parë nëse ajo ishte mirë. Shumë u tronditën, pasi rënia dukej serioze. Por për fat të mirë, Eliona nuk ishte e lënduar rënë. Ajo u ngrit me një frym të lehtësuar, ndërsa një prej banorëve, Bia, e qetësoi me një buzëqeshje dhe një koment: "Aje, mirë je." Shqyqyr që nuk ndodhi asgjë serioze. Ky moment i vogël, por dramatik, shfaqi disa gjëra interesante rreth jetës brenda Big Brother Kosova. Së pari, tregoi sa e paparashikueshme mund të jetë koha e banorëve brenda shtëpisë. Një çast i qetë mund të kthehet menjëherë në situatë të tensionuar. Së dyti, tregoi lidhjet dhe mbështetjen që krijojnë banorët mes tyre. Edhe në situata të frikshme, ata gjejnë mënyra për t'u qetësuar dhe për të qeshur pak me veten dhe ngjarjen, duke ruajtur ekuilibrin emocional. Për publiku, ky episod u bë një moment i paharrueshëm. Shikuesit komentuan në rrjetet sociale për rënien e Elionës, duke bërë memes dhe komente humoristike, por edhe duke vlerësuar përgjigjen e mençur të Bias dhe kujdesin e banorëve të tjerë. Ishte një kombinim i frikës së momentit dhe lehtësimit që erdhi menjëherë pas tij, një ngadh.